ashtu siç e lexojmë në fjalorin e gjuhës së sotme shqipe, i botuar në vitin 1980 në Tiranë, dhe nëse nuk gabohem, në vitin 1981 ribotohet në Prishtinë, fjalor i cili përderisa përkufizon disa terme shumë të rëndësishme, konsiderohet një ndër fjalorët më skandalos që ka ditë me bohe shqiptari. Është interesant të gjithë ata që i kanë ndjek, shumicën i kam edhe bashkë kolegë që i kanë ndjek mektebet, shkollat, ashtu të quajtura islamike, kanë problem me emrin fjalën shqiptare. Dhe vërtet kanë problem, jo vetëm me fjalën, kanë problem me çdo të arritur të ndonjë shqiptari që nuk ushtë dhe nuk reflekton bot kuptimet dhe fen, kushtimisht në thojza të dashtë të quajturve hoxhallar.